Unë menoj që me çdo veprimet që ndodhen tash se YouTube e ndaloi monetizimin e AI-t, për shto përmendej Sora ose OpenAI shkëlqyri Sora social network për mujt me qitë vetët me AI, pra ti kime post kanal të dedikun ku kime shku me konsumu video ose përmbajtje të gjenerume me AI edhe kanal feed me këto të human. Mendoj që kjo pjesa e përmbajtjes njerëzore që e krijojnë nga njerëzit ka me marrë një vlerë dhe dimenzion tjetër, si që është sot dallimi midis pikturës edhe fotografisë, pra te e din që mrapa pikturës ka pas dorë një artist Disa orë. po në disa orë dhe jep një farë vlere të ndryshme prej kësaj të fotografisë. Kështu që po, ka me pas të kem, ka me ndryshu, kena me dyshu pak ma shumë, s'ka me besu me të parën, në një vend si Kosova, Shqipëria, Maqedonia, ku kjo digital literacy është e ullt, po në besoj që dhe ka janori shkurti marsin 2007-ës, na kena me qenë kështu viktimat para të qëti kontentit, po dikush ka me pësu prej një video kampanje fake ose të montume ose të manipulume që çdo quje.